Kryeujësia ka thënë se sulmet amerikane dëmtuan në rënd objektet bërthamore të Iranit dhe i kthyen ato vite prapa, duke devijuar nga një raport i rrjedhur i inteligjencës i cili zemëroi presidentin Donald Trump që minimizonte ndikimin e bastisjes. Ai theksoi se vendet kryesore ishin shkatruar, megjithse nuk deklaroi se programi bërthamor i Iranit ishte eliminuar plotësisht. Ky reagim vjen vetëm 2 ditë pasi një vlerësim paraprak i rrjedhur nga një agjenci inteligjence e Pentagonit tregoi se komponentët kryesor të programit bërthamor të Iranit mbetën të paprekur edhe pas bombardimeve të SBA-s. Presidenti Trump përsëri pohoi se bastisja kishte zhdukur objektet bërthamor të Iranit dhe përdori rrjetet sociale për të postuar reagimin se mediat e lajmeve të reme kishin gënjur dhe kishin keq interpretuar plotësisht faktet. Trump tha gjithashtu se ndoshta do të kërkonte një angazhim nga Irani për t'i dhënë fund ambicieve të tij bërthamore në bisedimet javën e ardhshme. Por i dërguari i SBA-ve në lindjen e mesme, Steve Witkoff, i tha rrjetit amerikan NBC se ka patur komunikim të drejtë për drejtë dhe të tërthort midis vendeve. Drejtoresha e inteligjencës kombëtare Tulsi Gabbard gjithashtu ka dalë në mbështetje të vlerësimit të Trump mbi dëmin ndaj objekteve bërthamor të Iranit. Kujtojmë se operacioni amerikan përfshiu 125 avion ushtarak, duke synuar 3 objektet kryesor bërthamor iranian ditën e shtunë.